Ja si ndikon kafeja e mëngjesit në shëndetin tuaj. Tashmë për shumicën e njerëzve, kafeja në mëngjes është të shndruar në rutinë. Kjo ka ndikuar që studiuesit të merren me studimin dhe ndikimin e saj në organizmin tonë. Sipas studimeve ndonë se kafeja ka disa përparësi, prapë nuk duhet të lihet anash efekti negativ që ajo shkakton. Sido që të jetë, shumica e njerëzve nuk mund të fillojnë në ditën e tyre pa një filxhan të nxehtë të kafes të zezë në mëngjes, dhe madje me stomak të zbrazët, pa ngrënë në mëngjes. Nuk është të çudi që pas kafes shumica e njerëzve të shmangen të hanë ushqimet e tyre të para të përditshme herët në mëngjes, sepse kjo pije vepron për të shuar urinë. Studime të shumta kanë treguar se kafeja duhet pirë vetëm një orë pas zgjimit dhe madje kurse si me stomak të zbrazët. Kafeja duhet të shmanget të pihet në mëngjes pas zgjimit sepse atëherë niveli i kortizolit është shumë i lartë dhe është përgjegjës për kontrollin e orës biologjike. Një filxhan kafe në lugth të zbrazët mund të shkaktojë urdhë, fryrje edhe disa raste edhe të vjella.